Kryetari I Komunës së Prizrenit Shetir Totaj, drejtori I Shëndetësisë Dr. Suleman Baxhaku dhe drejtori I QKMF-s Dr. Fadil Bajraktari sot zyrtarisht organizuan solemnitetin e dorëzimit të një aparati të ergometrisë në Spitalin Rajonal të Prizrenit nga QKMF-ja, ku me këtë rast u pritën nga drejtori I përgjithshëm Osman Hajdari dhe stafi udhëheqës I Spitalit Rajonal Dr. Daud Mustafa. Me këtë rast kryetari Totaj tha se ne sot dorëzuam këtë aparatur në Spitalin e Prizrenit dhe njëherët po mendojmë se ky bashkëpunim është edhe nevojë për të mirën e qytetarëve. Ne bashkërisht do të kemi bashkëpunim edhe në të ardhmen, sepse qytetarëve u duhet një përkujdesje shtuar. Vetë fakti që pacientët u duhet edhe diagnoza tregon se aparatura që e dorëzuam është shumë e rëndësi, por këtë bashkëpunim padyshim se do ta shtojmë edhe në raste të tjera, tha kryetari Totaj. Drejtoria e shëndetësisë e ka një pajisje e cila për stafin shëndetësor të drejtorisë ka qenë mjet të cilin këta nuk kanë pas dhënë me përdor, ose zgaboj. Edhe normal që jemi konsultuar që spitali do të ketë nevojë, edhe do të ketë mundësi me përdor atë mjet, edhe të pas parasysh faktin se mjeti është në funksion të përmirësimit të shërbimeve shëndetësore si në cilësi, si në sasi për qytetarët e komunës Prizrenit. Na me spitalin kemi raporte të mira sepse të dy palët jemi në funksion të shërbimeve publike ndaj qytetarëve dhe kemi vendosur në bashkëpunim me spitalin të më dhënë këtë mjet. Këta normal që e kanë pranuar. Kjo është një tregues I gatishmërisë dyanshme për me vazhdu bashkëpunimin e më të tjershëm. Edhe jam shumë I sigurt që kështu edhe do të jetë, përveç tjera stafi I drejtorisë së shëndetësisë janë kolegë me spitalin, edhe shumë lehtë mirën vesh nivele profesionale, po edhe unë me drejtorin me Osmanin, këtë aspektin menaxherial jemi fleksibil, kemi mirë kuptim, kemi bashkëpunuar në komunë sa kemi qenë, edhe nuk ka asnjë arsye pse mos vazhdojmë bashkëpunimin, gjithmonë në funksion të dhënies shërbimeve më të mira për qytetarët e territorit të komunës Prizrenit, po edhe më gjanë sepse dim që Spitali Rajonal ka një fushë veprimi edhe më gjanë. Prandaj konsideroj që është një indikator I mirë I bashkëpunimit dhe duhet mirë të shembull edhe në gjitha lamit të tjera, edhe në gjitha institucionet të tjera, në mënyrë që të përmirësojmë apo të ngrisim cilësinë e shërbimeve që I ofrojmë për të gjithë qytetarët e territorit të komunës Prizrenit, po edhe më gjanë kur bëhet fjalë për spitalin. Drejtori I përgjithshëm Osman Hajdari falenderoi kryetarin Totaj dhe komunën si dhe mediat. Ai pohoi se kjo ndjemë ka më shumë vlerë edhe për faktin se ky bashkëpunim po bëhet në interes të pacientëve të përbashkët. Mirpo, ne kemi menduar që takimet tona profesionale me drejtoritë e shëndetësisë t'i zyrtarizojmë çdo muaj apo çdo 3 muaj dhe bashkëpunimi ynë do të ketë edhe një ngritje të infrastrukturës për pacientët tanë, tha drejtori Hajdari. Me shumë kënaqësi kemi pranuar këtë pajisje, e cila do të jetë në shërbim të stafit shëndetësor, po njëkohësisht përfitimin kryesor kanë të gjithë qytetarët e rajonit Prizrenit që marrin shërbime specialistike kardiologjike në spitalin tonë. Ky është takimi I parë, ndoshta është një lloj shenje bashkëpunimit. Jam munduar si drejtor I spitalit dhe si menaxhment spitalin me pa të hapun, spitali është I qytetarëve, kështu që synimet tonë janë I shërbimit qytetarëve, edhe kryetari I komunës, edhe drejtorat komunal të komunës, edhe na si spital. Kur është në pyetje e mira qytetarëve, natyrisht çështjet e bashkëpunimit as që diskutohen. Ne do të kemi bashkëpunim shumë të thellë me kryetarin e komunës edhe në fusha tjera, jo vetëm në fushën e shërbimeve, ndoshta edhe në fushën e infrastrukturës, të cilat do të diskutojmë sot e në muajt e vitit të ardhshëm. Natyrisht spitali ka një buxhet të kufizuar në disa specifika, siç janë investimet kapitale. Në çështjen e pajisjeve qëndrojmë mirë, po çdo donacion dhe çdo pajisje e cila hyn në shërbim të pacientëve është e mirësortë. Ka donacione të ndryshme, ka donacione nga shumë organizata të ndryshme, po ky është donacion institucional, kjo e ka një vlerë më të veçantë për shkak se jemi të fol për 2 institucione. Do të fillojmë 2 praktika të cilat në ide do të jap edhe kryetarit të komunës sot, që 5 komuna të cilat ne I mbulojmë si rajon, si spital, bashkë me drejtorat komunale të shëndetësisë, pas një lloj takimi ndoshta edhe në baza mujore, tramujore, jo vetëm për shërbime shëndetësore, po thjesht edhe me fillu me bë dhe analiza dhe ulëmtime për smundjet që janë në këtë rajon, trajtimin e tyre, specifikat e caktuara dhe pastaj nëse kemi nevojë për pajisje specifike, besoj që do të ketë gatishmëri edhe kryetari I komunës Prizrenit, po edhe kryetarët e komunave të tjera me të cilët na mbulojmë. Pas kësaj, takimi ka vazhduar mes kryetarit të komunës dhe përfaqësuesve të spitalit edhe për shumë bashkëpunime të tjera në interes të pacientëve. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho.
ndërto me izoblok të ri 25-she.